Të dashur shqiptar, çfarë ka ndodhur? Doktori tha që ti do shërohesh, por gruaja jote ka filluar të paketoj këmishat e tua në kuti plastike të izoluara, gati për të djegur. E shikoni çfarë po ndodh? Ti në spital, doktori të buzëqesh, dhe ti nuk e di që nuk do kthehesh kurrë në shtëpi. Doktori të thot, do shërohesh, por ti nuk e di që dyqani yt është shitur. Parat janë ndarë nga fëmijët e tu që po përgatiten të udhëtojnë me bilet pa kthim për në Gjermani, të dashur shqiptar, dhe në Itali, dhe të mos kthehen kurrë në Shqipëri. Ti kujton se do shërohesh, por të gjithë librat e tu janë futur në përkuti të veçanta për të hedhur në koshin e plehrave, të dashur shqiptar. Ti mendon se do shërohesh, por këpucët e tua janë hedhur prej kohësh. Ti nuk ke as këpucë që të kthehesh në shtëpi, i dashur shqiptar. Ti thua, do shërohem. Mirë po, për të lëvizur nga dhoma ku je në spital, për tek kabineti doktorit, ti du të marrësh një karike me rrota, një karrocë të vogël elektrike në rastin më të mirë, ndërsa në rastin më të zakonshëm do të shtyhesh nga ndonjë infermier i mirë, i cili pret një bakshish ndryshe nuk ta shtyn karrocën dhe duhet ta lëvizësh vetë rrotën që të shkosh te doktori, dhe doktori do buzëqesh dhe do thotë ti do shërohesh, i dashur shqiptari. Pra vetëm në Shqipëri doktori të thotë ti do shërohesh. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, doktori nuk të thotë do shërohesh, sepse ti do vdesësh dhe në qoftë se ngjall shpresa të kota, spitali do të paguaj gjobë miliona dollar. Prandaj doktori është i detyruar të thotë, i dashur pacient, bëhu gati të vdesësh. Ti nuk do jetosh më, sepse je me një sëmundje të pashërueshme. Atëherë, në Shqipëri, doktorët, avokatët, të gjithë duhet ta humbin profesionin e tyre sepse gënjejnë pacientët dhe klientët. Doktori thot do shërohesh, avokati do thot ti do dalësh nga burgu, mos u bëj merak, do shpëtosh, vetëm më paguaj mua. Për fat keq, çdo lloj profesioni në Shqipëri është i korruptuar dhe pozicioni akademikut është i tillë. Një akademik shqiptar nuk mund të thotë ty të vërtetën, sepse atëherë ai duhet të dorëzoj diplomën e tij, karrigen, ofiqet, të ardhurat, ndihmat nga komuniteti evropian. Si mund të thotë ai që ti shqiptari jo vetëm që do vdesësh, ti shqiptari nuk e ekzistuar kurrë, nuk ka dokumente për ekzistencën tënde në Shqipëri shqiptari. Dhe tani, mua më pyesin të gjithë shikuesit, përse nuk i heq filmat e tu të vjetër, kur është vërtetuar nga ty vetë, diçka komplet e re, sepse ju duhet shikoni evolucionin tim. Ky evolucion ka ndodhur para kamerave nga viti 2020 deri në këtë moment që po bëj filmin për ju. Dhe ka disa versione për emrin e fisit RDA. Përse? Sepse këto versione, shumica e tyre, të gjitha na kanë ardhur nga autorët grek. Mirë po, kemi burimet e autorëve romak. Dhe autorët romak thonë që fisi i lirë RDA e ka patur emrin original
Bardae. Pastaj ka ndodhur një ndryshim fonetik në gjuhën e ardjejve dhe b-ja nistore është bërë v dhe emri Bardiej është bërë Vardiej, kështu thonë autorët romak. E pra ne këtë nuk e dinim sepse mua mu desh të lexoj të gjithë autorët romak. Dhe kjo kërkon një kohë shumë të gjatë. Vite, dekada të tëra. Prandaj, jam i vetmi autor që ka kuptuar që emri Ardiej nuk vjen ashtu siç thon grekët nga fjala ardiaios, që në fillim grekët mendonin që vjen nga ardea, do thot djeg. Këtë mendonte edhe poeti latin Virgili. Nuk vjen nga ardia, që do të thot ujitje, dhe ardiaios, ujitës, por vika gjithashtu nga greqishtja Vardaei, që grekët se din, që vika gjithashtu nga Bardaei, që grekët se din. Po përse nuk e din grekët një gjë të tillë? Sepse gjuha e kolonistëve grek në Iliri ka pësuar ndryshime fonetike që më vonë u bën ndryshime fonetike të greqishtes së Atikës. Ndryshimi i b-s nistore në v ka ndodhur në gjuhën e ilirëve. Dhe pastaj është zhdukur fare. Pra ka qenë Bardaei, pastaj u bë Vardaei dhe pastaj u bë Ardiei. Dhe këtë ne e morëm vesh nga burimet latine. Nga burimet greke është vetëm varianti Ardiei. Aha. Prandaj, dy filmat e mi të mëparshëm është varianti Ardea me djeg, ky është filmi im i parë. Varianti i dytë është Ujtës, Ardiaios, nga greqishtja. Dhe tani autorët grek nuk e din që ndryshimet fonetike të greqishtes vijnë nga e folura e dialektit epik të folur në Iliri. Pra, Bardaei ka dhënë Vardaei. B-ja nistore është bërë v në fillim në greqishtën e folur në Iliri, dhe pastaj në shekullin e 10 të erës sonë, kjo është bërë karakteristike greqishtes. Me në frymthell. Një ndryshim i njëjtë fonetik ka ndodhur me emrin e dalmatëve. Emri latin barba, mjekra, u bë barbatus, nga prapashtesa latine atus. Kjo merret nga helenët kolonist të Iliris dhe kthehet në atos, dhe kthehemi dalmatos, banori Dalmacis, emër grek, por me prapashtesë latine. Kemi dalmates, grua dalmate në Iliri, prapashtesë greke të ilirëve, heleno-ilir në Iliri, kolonist. Pra ndryshimet fonetike b në v, Bardaei në Vardaei dhe pastaj në Ardiei ka ndodhur në greqishtën e folur në Iliri. Tani dhe një problem tjetër. Ardiejt në Shkodër janë pasardhësit e fisit Vardaei, që ka qenë në Kroaci, por që janë përzën nga romakët, janë shtyrë për në jug dhe ata u vendosën në Shkodër. Atje përzihen me kolonist grek dhe lind një gjuhë gjysëm helene, gjysëm ilire. Por çdo të thot Bardaei të dashur shqiptar. Bardaei të dashur shqiptar, sipas burimeve të autorëve latin, vjen nga fjala bardos. Do të thot këngëtar, bard. Homer në gjuhën kelte. Në gjuhën shqipe kjo do të ishte gërthas, me g, po g-ja nistore është bërë e labializuar, është kthyer në b në gjuhën kelte, por dhe në gjuhën greke. Ky ndryshim fonetik ka ndodhur në gjuhën e prygasve dhe në gjuhën e grekërve. Pastaj kjo b bëhet v në gjuhën greke. Pastaj bie komplet dhe mbetet vetëm zanoria nistore e zhveshur. Në gjuhën greke. Të gjitha këto ndryshime fonetike ndodhin tek grekët kolonist të ardiejve.
Dhe monedat e ardjeve janë në greqisht. Tani ju I keni parë të gjithë akademikët shqiptar që dalin në televizion dhe thonë që ne jemi pasardhës të ilirëve, që ilirët e kanë përdorur alfabetin grek. Kështu thonë ata. Jo. Ilirët kanë përdorur gjuhën greke, jo alfabetin grek. Është gënjeshtër e doktorëve shqiptar. Një lloj si doktori shqiptar që thotë do shërohesh, por gruaja të ka përgatitur këmishat për të djegur së shpejti dhe fëmijët të kanë shitur dyqanin I dashur shqiptari dhe të lëviz me një karrocë me rrota brenda spitalit I dashur shqiptari, po ashtu edhe akademikët të gënjejnë sepse duan të mbajnë pozitat e tyre. Shton ata, kemi emra ilir, por në tekste greke. Kështu thon ata. E pra emri Bardos, këngëtar, ka ardhën në gjuhën kelte Bardylis, do thot lauresh, që këndon. Pra emri Bardylit nuk lidhet fare me fjalën shqipe I bardhë, siç mendojnë shqiptarët. Këtë ide unë kam hedhur dhe më herët, që emri Bardylit lidhet me emrin Bardos, këngëtar. Këtë e kam thënë përpara, por nuk e di janë botë që ardijejt janë fiset ilire Vardaej të shtyra nga romakët për në jug, për në Shkodër, kanë qenë në Kroaci, pranë gadishullit italik. Dhe emri origjinal është Bardaej, do thot Homerët. Në gjuhën greke fjala Homer është e shëmtuar, do thot peng I luftës. Është përkthim I fjalës së bukur kelte Bardos, do të thot këngëtar, epik. Poemat epike nuk janë vetëm në greqisht, poemat epike janë gjetur në gjuhën sanskrite. Tek arianët atje, janë gjetur tek arianët pers, në Persinë e vjetër. Dhe akoma më tepër, gjuha perse shkruajtur me fjalë shkronja sumere që në vitet 3000 para erës sonë. Pra gjuha perse është gjuha më e vjetër e regjistruar praktikisht. Që ta dini. Gjuha më e mirë mbajtur. Dhe në gjuhën perse ekziston mitologjia perse dhe poemat perse, quhen poemat e Avestanit, gjuha e Avestanit. Dhe gjuha perse shumë e ngjashme me gjuhën shqipe. Fjala dimën është një lloj në gjuhën shqipe dhe në gjuhën perse, dima. Tani, në Shqipëri ka patur shumë fise, kelte, fisi parthinëve që është fis pers, ka patur helen, dhe këto dialekte të ndryshme, gjuhë të ndryshme janë shkrirë dhe shkrijuar gjuha shqipe e sotme. Por nuk ka fjalë shqipe të asnjë fisi I lirë. Që t'ju a them kështu me zemër të hapur, mund t'ju gënjeja t'u thoja shikoni filmat e mi do gjeni ndonjë fjalë shqipe, nuk ka. Asnjë emër të asnjë fisi I lirë nuk është në gjuhën shqipe. Dhe as I ngjashëm me shqipen, fare. Absolutisht. Janë të ngjashëm me gjuhën perse të vjetër. Fisi I lirë Derbanoi vjen nga persishtja. Derband do thot shtegu I mbyllur midis dy malesh. Do ta shikoni këtë film. Dhe është shpjeguar nga autorët helen që vjen nga gjuha perse. Pra, emri fisit Ardiej është zhvillim I vonë në gjuhën greke. Nuk ka lidhje fare me shqipen. Dhe autorët grek nuk e din. Pra, unë deri tani ju kam sjell burimet e autorëve grek. Kur fillova të lexoj burimet e autorëve romak, latin, atëherë kuptova që fisi Bardaej, që ka qenë shumë në veri, u smua nga romakët, I humbën territoret, lëvizën për në jug dhe emri I tyre Bardaej ndryshoi në Vardaej. Por ka kuptimin këngëtarët. Homerët, fjalë për fjalë. Dhe Bardylos pra do të thot lauresh. Në gjuhën kelte, nuk është emër shqiptar, nuk lidhet me fjalën I bardh, përfundimisht. Dhe nuk është fjalë shqipe sepse në shqip do të ishte gërthas.
ndërsa g-ja labializuar në gjuhën kelte është bërë b, bardos, këngëtar. Pra, këta ishin këngëtarët epik, kelt. Krijonin poemat e tyre homerike, keltët. Një lloj si arianët në Persi, një lloj si arianët në Gadishullin e Indis, gjuha sanskrite. Pra, përfundimisht nuk ka emra ilir shqiptar. Asnjë të vetëm. Edhe emri Dalmatos, ne nuk e dim a vjen nga fjala dele, sepse në gjuhën shqipe nuk ka dalme, që do të thot dele gjoja e shqipes, dhe Dalmatos është emër grek. Edhe Dalmates është emër grek, do të thot ndoshta ajo e deleve, por në gjuhën greke dalmanai do të thot krahasoj. Është emër folior nga greqishtja, ndoshta, ose nga delja shqipes. Ndoshta, ne nuk e dim. Do vazhdoj të kërkoj më tej për emrin e dalmatëve. Por, që emri Ardiej është shkurtimi i emrit Vardaej dhe Bardaej më herët, kjo është e sigurt, dhe ndryshimet fonetike të iliro-helenëve u bën ndryshimet fonetike të greqishtes. B-ja u bë v, pastaj në greqisht për shumë më vonë, në shekullin e 10 të erës sonë. Mbas filmave të mi, akademikët shqiptar jo vetëm që nuk kanë reaguar fare, por janë bërë akoma më të kokfort, duke thënë që ilirët janë gjyshrit tanë. Tekstet ilire janë në greqisht, që të gjitha. Qytetet janë në greqisht. Tempujt janë grek. Tempujt ku luteshin njerëzit, varet janë në greqisht. E kuptoni apo jo, që është një mashtrim i madh. Pra, e vërteta e mirëfillt, nuk ekziston populli shqiptar në asnjë dokument. Fare. Në asnjë emër i lirë, fare. Emrat që në na duken si të shqipes janë emra kelt, ose emra grek, ose emra latin. Nuk janë shqip, asnjë prej tyre, asnjë vetëm. Që ta dini, sot dhe përfundimisht. Ka që dëshpëruar kam qënë, sa që u detyrova të shkruaj në balë fjalën mjalt në shqip. Që të them shqiptarve çfarë është gjuha shqipe, është mjalt. Nga lule të ndryshme, helene, persiane, kelte, latine, dhe ndoshta fjalë autoktone shqiptare. Por këto fjalë nuk reflektohen në emrat e fiseve ilire, në emrat e lumenjve fare, në emrat e maleve absolutisht fare. A thua se nuk ka patur shqiptar kur në Shqipëri. Toponime shqiptare gjenden në Greqi. 4.000 toponime arvanitase. Që i kanë mbledhur arvanitasit, mund t'ua sjell unë, por ju nuk po i shikoni filmat e mi. I kam unë 4.000 toponimet arvanitase të pastra. Por emri i Ardiejve nuk është shqiptar. Fare. Dhe akademikët tanë ju kanë bërë gati këmishat juve, kanë futur, kanë palosur, madje të gjitha dokumentet ilire janë në bodrumet e akademisë, të varrosura. Akademia e Shkencave të Shqipërisë është një katakomb, është një varr gjigant, dhe i ka fshehur të gjitha dokumentet greke, që të mos i shikojnë shqiptarët. Por vetë akademikët i kanë fotografuar, i kanë shitur për 30 monedha argjendi universiteteve amerikane dhe unë po i marr. Nuk kam nevojë fare për akademin, le t'i mbajnë me kyç ato gur, është kthyer në gurore Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Ata që ka akademia janë gur, pa vlerë, tekstet, matricat e parave, matricat e thesarit shqiptar janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë i mbledh këto matrica dhe ju tregoj se çfarë shkruhet aty.
i kam marrë nga universitetet amerikane të gjitha, edhe burimet e latinishtes. Pra atje kam gjetur që emri Bardaej është bërë Vardaej dhe përfundimisht në Shkodër reduktohet në Ardiej. Dhe këtë se ka ditur asnjëri deri më sot. Tani ta shikojmë pak hartën, se vetëm kur e shikon se si kanë zbritur ilirët në jug, e kupton që keltët kanë lëvizur për në jug. Shikoni hartën që të bindeni përfundimisht. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni është përtej imagjinatës njerëzore. Në të majt të ekranit, pranë qytetit Narona, është fisi i lirë Vardiajei, por ka qenë Bardiajei në gjuhën latine dhe ka patur kuptimin këngëtarët. Bardët në gjuhën kelte. Këto vende pushtohen nga kolonist grek dhe bëja historie kthehet në v. Vardiajei, pastaj digjen të gjitha qytetet ardiane nga romakët dhe romakët zbresin në jug, ja shikoni, pranë Shkodrës dhe vendosen pranë qytetit Skodra. Por nuk kanë qenë aty më përpara. Kanë qenë pranë Kroacisë, shumë në veri. Pra kanë zbritur në Shkodër dhe aty janë përleshur për herë të fundit me romakët dhe humbën. Pra romakët kanë luftuar me kelt në Shkodër. Banorët e Shkodrës janë një përzierje kelte greke. Absolutisht nuk janë shqiptar fare. Emri i tyre ka kuptimin këngëtarët në gjuhën kelte dhe emri Bardylus ka kuptimin lauresh në gjuhën kelte. Dhe këtë unë e kam mësuar nga dokumentet romake. Pra, në liqenin Labeates është emër grek, nga fjala labia. Ka kuptimin buz liqenit, por ka dhe kuptimin buza e organit femëror. Pra, grekërve ju dukej liqeni Shkodrës me formën e organit femëror. Ky është përfytyrimi i helenëve, pra është emër grek. Labeates vjen nga latinishtja labia, do thot buza e organit të femrës, që grekët e kanë shumë qef. Dhe prandaj ja kanë vënë emrin Labeates. Tani fisi Ardiej e ka marrë emrin nga Vardaej. Kuptimi është këngëtarët, Homerët. Nuk ka absolutisht asnjë lloj lidhje me fjalën i bardh në shqip. Fare. Dhe Shqipëria është quajtur Maqedonia, siç e shikoni, sepse ishte e pushtuar nga Maqedonia, nga Aleksandri i Madh. E gjithë Shqipëria. Përpara se sa të hynin romakët në Shqipërinë e sotme, zona e Matit është quajtur Emathia, ka kuptimin ranishte në gjuhën greke. Është emër Maqedon. Emathia. Tani, për një sekond, mendoni se sa të mirë janë banorët e Thethit në Shkodër. Ja këtu po e shënoj unë. Pranë qytetit të Shkodrës, te këto malet e Thethit, autorët e Universitetit të Leidenit thotë që këtu është etnogjeneza e shqiptarëve, pra jashtë Shqipërisë. Në malin e zi duan të na vënë neve, të gjithë Shqipërinë duan t'ia japin Greqisë, sepse Maqedonia mendohej të ishte perandori greke. Duan të na përzënë të gjithëve nga Shqipëria dhe çmenduria ka arritur deri aty sa që studiuesi më i mirë i shqiptarëve me origjinë nga Kanadaja është varrosur në Theth, duke menduar që Thethi është etnogjeneza e shqiptarëve. Në Theth, të dashur shqiptar nuk banojnë dot as ujqit. Është një vend i vogël. Mezi banojnë aty një grusht banorësh të mjerë, që qeveria shqiptare i urren, jo sepse urren banorët e Thethit, por qeveria shqiptare nuk e pëlqen që dikur Shqipëria është quajtur Maqedonia dhe Emathia, që nuk ekziston emri shqiptar fare,
që lumi i drinit ka kuptimin kar në greqisht. Pra, sipas grekërve, ne flasim karisht. Gjuha shqipe është gjuha e Karistanit, sipas grekërve. Pra, nuk ekziston as fjala kar e shqipe, sepse është me origjinë nga gjuha e jevgjitëve dhe fjala kar ka hyrë në shekullin e 15 në gjuhën shqipe dhe në gjuhën arbëreshe nga greko-jevgjit që erdhën nga Greqia. Pra, fjala kar ka udhëtuar nga Pradeshi në shekullin e 15 nëpërmjet perandorisë bizantine dhe emri i lashtë i bukur i lumit Drilon tani quhet lumi i karit të dashur shqiptar. Kjo është gjuha shqipe. Ne flasim karisht. Gjysëm evgjitërisht, gjysëm latinisht, gjysëm keltisht, pra këtu është karizuar gjuha jonë dhe ne duhet të luftojmë për dekarizimin e shqiptarëve. Pra, prandaj e urrejnë thethin akademikët shqiptar dhe inteligjenca shqiptare, sepse në universitetet më të mira të botës, lumi i drinit quhet lumi i karit, mbas shekullit të 15, sipas tyre shqiptarët lindën bashkë me fjalën kar në vend të fjalës drilon në greqisht. Dhe liqeni i labeatëve në gjuhën greke do thot buspidi, fjalë për fjalë. Kjo është e vërteta. Është sharje në greqisht. Dhe gjoja shqiptare vjen nga thethi. Emri theth nuk është regjistruar në asnjë dokument, as latin, as grek. Ka lindur pra bashkë me fjalën kar edhe fjala theth. Thethianët nuk e dinë që ata flasin karisht, që s'kan lidhje fare me ilirët dhe me fisin Ardiej. Pra, e shikoni këtë qytet, Rizon, ka kuptimin koineja e rënjëve në gjuhën greke. E kuptoni apo jo? Dhe plera e vjen nga fjala brinjë në gjuhën greke. E kuptoni apo jo? Janë gjitha emra grek. Emri i malit të zi, Dioklea, është gjetur në dokumentat nga unë, u kthye në Dokleate, ose banorët e Diokleas. Pra, Dioklea do thot fama e Zotit në greqisht. Është emri Diokles, Dukle në gjuhën slave. Është emri i fisit Dokle të dashur shqiptar. Dhe kjo është shumë e mirueshme, kjo që ka ndodhur. Prandaj, shikoni me kujdes hartën. Akademikët nuk duan t'ju thonë juve që s'keni ekzistuar kur, që madje edhe fjala drilon në gjuhën shqipe është bërë lumi i karit. E kuptoni apo jo? Çfarë është gjuha e shqiptarit? Pra, shumë e dhimbshme të shikosh. Ti je një akademik dhe të thua shqiptarëve që asnjë fis i lirë nuk është në gjuhën shqipe. A ka guxim një akademik ta bëjë gjë të tillë? Jo, vetëm unë, i vetmi. Pra, nuk do t'i heq filmat e vjetër, sepse aty janë variantet e ndryshme të shpjegimit të autorëve grek. Por, mbas leximit të autorëve romak dhe mbas shqyrtimit të hartave që kanë përgatitur vetë romakët për Ilirin dhe për zbritjen e ardiejve, që quheshin Vardiej, më herët Bardiej, këngëtarët në keltisht, emri i bukur, Homerët. Vetëm kur e shikon zbritjen e ilirëve për në jug, për në Shkodër, e kupton që ata janë kelt, nuk kanë lidhje fare me gjuhën shqipe. Mora, ka njëri në botë që ka karakter në Shqipëri përveç meje. Do të kesh shumë kurajo të bësh doktor e t'i thua shqiptarit jo vetëm që ti do vdesësh, po ti s'ke ekzistuar kur. Asnjëherë. Që vetë fjala drilon është fjalë greke, nuk është sharje për shqiptarët. Unë ashtu dua t'i nxis shqiptarët që të revoltohen, por të revoltohen kundër ignorancës së tyre. Pra, grekët nuk na kanë sharë neve se s'ka patur shqiptar aty, e kuptoni ju apo jo? Ky është emër grek për lumin drilon. Shqiptarët vetë
e marrin këtë emër dhe e bëjnë krahina e Drilonit në Shqipëri, pastaj e bëjnë emër për shqiptarët. Pra të gjithë emrat i lirë mund të jenë Fyrje, Sharje në greqisht, ose emra të bukur në keltisht, ose në gjuhën romake, latinisht, por nuk janë shqip. Fjala Bardylis do të thot lauresh. Përfundimisht, këngëtare, zog i bukur. Në gjuhën kelte, nuk është emër shqiptar. Të gjithë mbretërit e Epirit nuk janë shqiptar, janë kelto-grek. Prygasit ishin kelt, po flisin një gjuhë shumë të ngjashme me greqishten. Jo greqisht, por të ngjashme. Kolonët grek vendosën në Prygja dhe ndryshojnë emrin e Prygjas në Aepiros, do thot pa kufi. A do thot pa në greqisht, Peiros do thot kufi. Tok pa kufi. Gadishulli ilirik. Tok pa kufi do thot në greqisht, e kupton apo jo, shqiptari? Nuk është emër shqip. Këtë se din as autorët gjerman, austriak, francez, nuk e din, përse? Nuk e kanë studiuar me hollësi. Përse? Nuk ju intereson. Pra nuk ka as gjerman, as francez, nuk ekzistonin këto fise fare. Ekzistojnë fise kelte, fise helene, nuk ka emra shqiptar. Përfundimisht. Merrni frym thellë. Doktori po të thot vërtetën, shqiptari, bëhu gati, do vdesësh. Shkruaj dëshirën e fundit dhe mos i beso askujt, as familjes tënde. Ata të gënjejnë më shumë nga të gjithë. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor të njeriut më me dinjitet. E përsëris, ju kam kthyer dinjitetin shqiptarve, sepse do t'jesh pa dinjitet. Pas një lloj erzi, të marrësh emra grek dhe emra kelt, dhe thuash janë shqiptar. Do thot t'jesh pa edukat, pa kultur, kafsh. Një qenie kafshore, të marrësh emrat e mbretërve grek dhe t'i bësh shqiptar. Nuk ka më turp. Të marrësh emrin Drilon dhe ta bësh emër shqiptar. Nuk ka më turp. Mirupafshim në filmat të tjerë shkencor. Pra nuk do t'i heq filmat e vjetër që të shikoni zhvillimin gradual timin intelektual. Është jashtëzakonshëm. Para kamerave është bërë ky ndryshim, ky evolucion.